Shtëpia ime ndodhet në periferitë e Vlorës, në një shtëpi të vjetër qytetarke, me lanena ime kur nderoj jetë 3 vjet me pare. Nuk ishte vesanerisht mbreselenese, me një sardak të përparme kë anon, dritare ke zhurmojnë kur era forkohet, dhenje o borkuka me shume lule deli se barë, por a gjome përket plotësisht. Ditet e Javes i ka lojë në punishqen e hekurit të familjes në këndjer të qytetit, duke salduar pagjigje hekuri, duke punuar kangjella me porosi, ose duke riparuar portat e vjetra për klientet kë e vlere sojne atë lojë mjeshterje. Është një pune e këndrueshme e atile këtë zeduarte të pengon mendimet të bredin shume. Mbremgjet e mian gjekin një model të parashikueshëm, ndoshta një birren e sardakun e pasme me vase zelen që luante butesisht në sistemin e vjetër të altoparlantevi, ose duke leksuar poezit e dritero a gollit ndersa mjegull la rotulohej nga gjiri i Vlorës. Nuk ndjek emocionet apo aventurat. Nuk kam ndjekur kurre, në fakt, jetaj me ka kene retruaj që se tjeshtësi seke kur nena, vëdik papritur. Të mbuloj shpenzimet mugjore, të riparoj atë ke prishet, dhe të mos pres me shume se a gjo formule baze, a gjo mengje si vesante nisisi shume të që reparatij. Atmosfera ishte e më prehte nga i ftohti, a i logje ftohti i Vlorës këtë gjeglekuren e ekspozuar e dhe nefën temajit. Ungrita nga shtrati rethores gjashte e 25, Vesha kemishin time të zakonshme me kwadrata dhe ksenset e punez, dhe dola per të marre kafe para si të hapjapunishgjen e hekurit. Koshku i kafese ishte vendi im i regullt, një kafene e vogel e rehatshme e vendosur në zemer të kendres se qytetit, me murte brendshme me tulla të ekspozuara, mobilgje kë nuk perputeshin, dhe gumesimen e perhershme të makinerise se ekspresit. Ishte gjithmonë plot me banore vendas, studente universiteti kë përgatiteshin për provime, prinder me famigje të vegjel karosa, dhe të moshuar kë pinin kafene e tyre të zeze. Vlere sogja parashikueshmerine e gjithë shkagje, të porosisja një kafe të zeze të madepa as një shtese dhe të këtehesha të kamioni para se dita të me i këtin nga duart. Shtiva deren e hirjes, zili i sajralart dhe ju bashkovara dheske po formohej të banaku, aroma e kokrave të kafese sapo të bluara me goditisik gjithmone, e perzir me kanele nga embelsirat pas vitrines. Po shfletoja telefonin tim, duke kontrolluar mesajet per një porosit e madhe per pune hekuri me porosi, kurën gjeva dike kue me kaloj shpejt, para se te mund të ngrigja koken si duhet, një grua ishte ati prane me gje, dora e saj me mbantele të krahun. A gjo duke ishte ishte në të 30, me floke geshten gjete valezuara, të lidhura lirshim dhe singjire deti gjaten gjestuhi, gjeshil blute të le, të hapur nga diçka ke i engjante panikut të perzje me vendos meri. A gjumbante njek sakete të thjeshte dimrisi per një pulovre me gjake, e këshinse të ereta dhe qizme deri të kiqi i kembez. As gjë ekstravagante, por kishte një hir në pranine i saj, si kure mbante veten me kellim të kete. A gjoju afrua, frima i saj ngrote kunder vesitim. Me puttani për shperiti a gjo mengut, ishburim po shikon nga ana qeteri domejs. Unë një ngriva plotesisht. Që fare, turimu blokua per disa sekonda. Nuk isha tipike për fshihesha në situatë dramatike të rastesishme. Drek, nuk kisha dale në nxej takim të verte të prej gjisme viti. Por para se të mund të belbezogja nxej, pjeqe të hutuar. A gjo me mbesto li krahet rreth kafes, duke me tërhekur butesisht, por me vendos meri. Budzete sej të kuanta mjat në nxej putje ke ishte e buti. E zgjatur, dhe quditerisht i embel duke marre parasish rrethanat. Nuk ishte agresive apo e detiruar në asnjë mënyre. Ndihej sikur e gjo po mbahej fort pas gjetes, sikur ai momenti vetem mund të ankoronte në kaosin ke e rretonte. Duarte mia instinktivisht shkuan në belin e saj, duke na stabilizuar të dajve ndërsa bota rreth nesh ube plotesisht e turbult, zhurma e klienteve të kafenese, avulli nga makinat, gjithçka u zhduk në zhurmen e sfondit. Kura gjomene fundu terhok aksa perta marre frime si duhet, pesh peritiserish, pretendo se gjej dashuri im tani. Ta lutem e kam shume nevogje.
Une hodhanje si mbi shpatulene sajtë e pashe me nxehere, nje burre I gjate me nje palto te shtrenjte me porosi, duke shtire turmen me nje hap me njemad de te autorizuar ke suggeronte se a izoteron te stu hapesire ku hinte. Sita e tiju fiksuan më bine, duke u ngushtur me nje kombinim arrogance dhe irritimi, ai duke si tipike ishte mesuar te merte ateke, don tenes do situate, me no fullen e strenguar fort, duart e strenguar ane anet e tigj. Nuk e ngjigja as pakete grua, por diska në shtrengimin e saj të dridur me ta se ajo kishte dashperimisht nevojë per këtë ndërhyrje. Kështu ke unë luajta rolin pa hezitim. Shtrengova me fort belin de saj, duke në këtjer paksa në mënyre ke unë ta shikogja direkt atë. Je mire shpirt, tashe, mjaftueshem forca ita dagjon të karte, zeri e mi kendrueshem edhe pse zemra me rrite fort. Ajo të ndikoken kunder gjoksit tim, gishtat e saj ende të nderturur pas kafesime. Po, veteme, ishi im. Burri, ishi I saj supozova, ndaloj disa metra larg, fytyra e ti u shtremberua nënje, buze keshen nga musike nuk I arrinte si te aspak. Era, çfarë jeshta kjo? Ta ai toni I tij I pikuar me përbuzje si kur zoteron të vendin dhe çdo njeri në te. Unë takova shikimin e tij në mënyre të barabarte pa u tërhekur. Qemi disi në mes të diçka që ketu. Faleminderit ke kalove me gjitha te. Ai keshi me përbuzje duke hedur si të mes nesh, por turma po shikonte tani me interes, dhe ai duke se mendoj me mire të mos bente një skene publike. Me një veshtrim të fundit ke premton të se që nuk kishte mbaruar. Ai u këthede shtu rrugën, e tij prapa drejt deres, duke murmuritur diçka në frimi ke nuk e kapa dot. Sapo ai u zhduk nga shikimi. Ajo naksori frime në shper, duke u terekur pak sa porpa me leshuar plotesisht. Fakete sajishin skukur, te ajo me shikonte me nje kombinim me rëngjogjeje dhe sikleti. Mi vjen të meresisht kek, ta ajo zeri I saji dridhur. Nuk digja çfarë gjetër të begja në atë moment, ai nuk me lete këti sa duke të provoj, dhe të pashe duke këndruar ati di zot, kjo ishte absolutisht I smendur. Argjan, tashe, duke u prezentuar, duke u përpjekur ende të përpunojja atë ke sa po kishte ndodhur. Buzeti mia me drideshin nga putja, dhe mund të ndjegjan gje aromet e lehte livandogje nga floket e saj. Është në rregull vërtet. Era Gjoni, u përgjigja gjo, duke rregulluar çaketen e saj nervozisht. Gjam 35 vjese dhe ai ishte zhburi I mbesnik. U divorkum 7 muaj me pare, por ai sillet sikur nuk ka ndodhur kurrë zyrtarisht shfaket kudo duke u përpjekur të me tërhekje, prapane logjrat e tij manipuluese. Thjesht u panikova plotesisht, une e tunda koken, jo plotesisht I sigurt se çfarë të tosha, një pjesë e imjadonte të largohej me nxehere, por një pjesë tjetër, ajo ke urrente të shite dike të ngujjuar ashtu, me mbante të rëngjosur në vend. Dëshiron të ulemi, të marrim atë kafe gjithsesi, pasi gjemi ketu. Ajo hezitoj shkurtimisht, pastaj buzekesh I lete, buzekesh gja e pare, e vërtete ke I kisha pare, po do të me pelkente, në fakt. Trajtimi në përshpetimin tim nga dukte si një budalake e plote. Në porositem ekspres per mua, cappuccino perte, dhe gjetem një tavoline te vogel prane dritares, larg remujës se turmes se mëngjesit. Ndërsa u ulem, migulla gjashte filloi të ngrihej gradualisht, drita e djelit filtruar në për kshamat. Nuk isha absolutisht asnjë ide se ne çfarë po futesha, por per herët e pare pas një kohe të gjate, dita nuk ndihej ak e parashikueshme dhe e parakaktuar. Ne u ulem ne atë tavolinet e vogel prane dritares. Drita e mëngjesit ke filter zohej, ne per kshamin e mjegullt dhe hidit të njëshkel kim të bute, mbi si per faken e drurit të vjetar. Era reshkitine karrigen per bale megje, duart e saj ende drideshin paksa ndersa I mbeshtilte rreth filkshanit të cappuccinos. Avullin ngrihej në dredhate nga dalta, dhe per një momente gjate, as njëri prej nesh nuk tha as një fjale. Unë e piva ekspresin tim, në ksehtesia e hidhur me këtë sonte, por mendja ime ishte ende e turbult nga putja, buzet e sajte buta kunder të mjat. Mënyra se si ajo, ishte mbajtur sikur une, isha nje shpetim në nje stuhite dhunshme. Nuk kisha kene kure heroi në historinë I askujt,
e akme pak të njete panjohure. Por gjaku isha, i përfshire nete sa gjen pa asnjë paralajmerim. Faleminderit serish, ta gjome në fund, zeri i sajme i këndru e shem tani, me gjitese si te i sajji hidte te dera qido disa sekonda. Sikur priste kje a i te hinte serish në qido moment. E dike ishte shume per ti kërkuar dikujt. Nuk ishte e nevojshme të luagje rolin ashtu. Unë ngrita supet, duke vendosur filksanin tim me kushdes, duke se e kishe deshperimisht nevogje. As një dem nuk mu be mua. E vërteta ishte, me kishte tronditur me shume sesa Elija të duke nga gjashte. Pulsi mende rite fort, të mund të ndjeja fantasmen e prekgje sejnë kafen tim. Por nuk do të pranoja ate do besi. Pra besnik, ai eshte emri i tij. A gjotundi koken, duke shikuar kapucinon e saj sikur të mbante ndonjë për gjigje të tele. Po gjemi divorkuar zyrtarisht prej 7 muajsh, por ai silet sikur eshte thjesht një situate e përkohshme, sikur mund të shfaket dhete me tërheke, prapa kur do kete dogje. A gjo mori frimet hele, gishtat i saj duke ngjekur pamendje buzen e filksanit. Nuk ishte gjithmonë e kështu, në fakt, ose ndoshta ishte dhe unë thjesht nuk e pashe kartene atë kohe. Unë umbeshte ta paskarigesim duke i dhene hapesire të flisten e se donte të vazhdonte. Nuk isha tipikënderinte në pjunet personale të njerëzve. Jetaj me kishte mesuar se disa plagje i mbante fshehura derisa të jesh vertet gatitindash. Por diçka te ka gjo me bente te doja te dek gjogja me vemengje. Qëfare ndodhi? Nese nuk të shketeson këtë pjesë. Era ngriti si te e saq blugjeshile takuan temite, duke kërkuar gjikim ose kritike. Kur nuk gjeti asnjë, a gjonaksori frimen nga dale. Ne u takuam në studimet pas universitare, në fakt, unë studio gjalleter si de shkrim krigjues, duke enderuar të redaktoja libra që ndryshonin jetën e njerëzve në mënyra kuptim plote. Besniku ishte tipi karizmatik, i sigurt, ambicios, gjali këtë gjithë hedonin të ishin prane në festa. Ai me mori mente plotësisht dhe para se ta kuptoja, ishim martuar me njëhere pas diplomimit. 10 vjet a zgjati para se të shperbehej, a gjondaloj duke perzje kapucinon e saj pamendje. Në fillim ishte vërtet mire mesnesh. Kishim gje apartamente bukur në kender të Vlorës, funjavat shetice në parkun kombeter të Ljogarase, darka me mikte në restorante moderne. Mora një punësi redaktore e pavarur duke punuar me autoret të pavarur per histori, dashurie dhe shpetimi dhe shanse shtedita, ironike apo gjo, por me kalimin e kohes, a ndryshoj në gjeshem, ose ndoshta nuk ndryshoj dhe unë thjesht filova të vigjare natyren e tish të vertete, e kontrolon të gjithë shka në jetën time, ku shkonim me ke flisja, ma gjed he silat projekte mergja profesionalisht. Kjo nuk eshte e mire per karrieren tende, toshte e vazhdimisht, ose nuk ke nevoje per mikte të le në jetën tende. Ishte delikate në fillim, komente të vogla keme gerjenin pak nga pak. Ndalova se takuari mikte e mite vjeter të universitetit, lashe klubet e leksimit ke i dogja. U bera me e vogel tjesht per te ruajtur paken dhe per te shmangur konfrontimin. Une e vesh trojan dersa fliste, duke venere mënyrën se si i shtrengon të supet, si luante me nje bizilik të vogel argjendin e kicin e dores. Kishte nje plagete zbete ati, të holle dhe të bardhe, si nje prergje e vjeter ke ishte sheruar por nuk, ishte zbehur plotësisht nga shikimi. Agjo me kapi duke shikuar dhe tër hoki mengen poshte nje levitje i shpejt e instinktive. Une nuk komentova, thjesht tunde koken me mire kuptim, duket sikur të kishte në kontrol në telb. Pikarisht të agjo zeri i sajugull, dhe kur me në fundu çlirova, ishte një remuje e pa besueshme. Kërkova divorcin pas shume sherreve ku ai me bente të ndihesha si asgjë, si ta isha e pavlere. Ai luftoj në çdo hap të procesit, avokate akuza gjithçka. Toshte se isha e pakëndrueshme, se kisha nevojë për të funksionuar, por dola me në e fund. U zvendosa në nje garsoniere të vogel në anën qeter të qytetit, ndryshova numrin e telefonit, filova të punoja nga shtepja për të shmangur takimin me të në vende publike.
Redaktimi I pavarur me përshtatetani. Këtesi pa drama zyre, por ai ndegen mënyra për të ndërhyre. Shfaket në vende kë e di se I frekuentoj, dërgon mesazhe përmes mikëve të përbashkët kë kemi ende. Sot e pashe përballë rrugës dhe u panikova plotësisht, mora gjallin e pare kë me dukej I mire, me falë serish këtë vurra në atë pozita, mos u ngjej kek as pak, thashe butësisht. Me vjen mire këtë ndimova, e thashe me sinceritet. Kishte diçka të papërpunuar në historinë e saj që rezononte telesisht me mua, gjehonat e humgjeve të mia të keta. Duket sikur ke kaluar ferrin e vërtete, a gjo arriti një buzekështje të dobet. Por përpikem të rindertoj gjeten taj me kope. Apartament I ri, kliente të rinjë. Madje kam filluar të vrapoj pranë girit për të pastruar mengjen në mengjes, po ti, nuk me dukesh si tipi kë e përfshihet në rolin e të dashurit të remec dodite. Unë kesha, duke ferkuar pas kafe sim. Jo, kjo eshte paqeter hera I pare per mua, unë gjam argjën si që tashe. 26 vjeç, drajtoj punishtjen e hekurit të familjes. Nëna ime e nisi në vitet 80. Kanë gjela me porosi restaurime, gjerat e tilla, a gjovdik disa vite me pare nga kanseri. Babai u largua kur isha femigje, keshtu kejam vetem unë tani ke mi remba gjithçka. Zhetoj në shtepine e saq të vjetërnej periferit e qytetit, po e rregulloj nga dale. Qati e reveren e kaluar, po punoj në banje tani, me mban të dzene dhe të okupuar. Era anoj koken, duke degjuar me vëmendje, si te e sajgju zbyten. Kjo tingjelon pakesore në një fare mënyrë, ndon gjëhere edhe e vetmuar. Ndon gjëhere pranova me sinceritet, por gjam mesuar me kete tani, kam koleksionin tim të muzikës, punën time, kam enderuar të shënderoj një pjeset e shtepise në një kafenet e vogël një dite, të kuaj hekurit e kafja, një vendi rehatshëm per kafe libra, ndoshta pak muzike akustike live në mbrëmjet e fundjaves. Asgjë e madhe apo komerciale, thjesht një vend ku njerëzit mund të ulen dhe të marrin frime pa presion. Fytyre saj u ndrisua pak nga kjo ide. Kjo tingjelon absolutisht perfekte. Vlora ka nevoje per me shumë vendet të tilla, kjo zinkshiret e korporatave moderne, por diska reale dhe autentike. Ajo ndaloj, pastaj kapinja stilo laps nga çanta e saj. Ajo shkroj numrin e saj në faturen e kafe sesone dhe e shtu mbi tavoline. Ja në rast se ke nevoje per dikete flasesh per kete ose di. Nje të dashurte reme për mbeshtet gjenë të ardhmen, unë mora letrën duke e palosur me kushdes në kshepin tim. Faleminderit, në doshta do ta pranoja të oferti. Biseda ishte zgjatur me shumë se sa kisha planifikuar fillimisht. Kafenegja po zbraze ndërsa remugja e mëngjesit u kete sua, baristet po fshinin banaket dhe po regullonin pa gjisgjet. Por ndihej lehte dhe natyrshem, si kur kishim anash kaluar fazen, e bisedave të veshtira dhe kishim kaluar direkte diçka reale dhe thelbesore. Era ungrit, duke hedhur çanten e sagjën mbi shpatull, duhet të shkoj, puna me teret fatkekesisht, por faleminderit argjan, vërtet me te, vërtet te. Kur dohere tashe duke e veshtruar ndersa a gjokaloj me sturmes, se mbetur dhe doli nga dera, kshaketa e saj fluturonte në ere. Unë ndejta ati edhenja minute, duke pare faturen në doren time, putja me ngulitej në mendje. Engrote dhe e papritur dhe konfuze, pas ditene punishte, ndersa saldo gjanie por te hekuri me porosi, mendimet e mia vazhdonin të shkonin të kagjo. Ata si, agjo histori, mënyra se si agjo I kishte besuar një të pangjohurit I plote. Per here të pare pas shume kohesh, ke tesja ndi hej pak me pak bosh. Pjesja vetën nese do t'i dergoja mesaj. Një pjese e imgja tashme e dinte ke do t'a kontaktoja patjeter. Ditet pas asaj takimi në kafene u shkrinën e nxeritem ke absolutisht nuk e kisha pritur apo parashikuar. I kisha derguar mesaj eres mbremgjen qeter, asgje e vesante apo e detajjuar, thjesht shpresoj të gjeshmire pas gjeshme. Kafe serish në njëhere, dhe agjo ishte perg gjur po t'wajgjë se me njëhere, do të me pelken të shume, në sirë.
Tadej, u takuam në një vend me te këti, një restoran i vogël në periferi të qytetit me kabina vinili dhe filksane kafeje te pa fund. Pa drame, pa ish bura kef shiheshin në sfond, thjesht në duke folur mbi petula dhe rimbushje, duke u futur në historite e njeri tjetrit sikur kishim vite kë e benim, në vend te diteve. Filloi nga dale dhe organikisht, ato mesazhe u këtjen në kontrole të regullta gjate dites, si eshte punishtja sot, pjeste a gjo. Oze une a i dergo gja një fotote një kangjele gjysme të përfunduar me mendimet e tua për përfundimin, ajo për gjigjaj me emoji ose shenime të shpeshta për projektin e saj të fundit të redaktimit. Një liber kujtimesh mbi këndresen ose një roman romantik, kjo e bente të keshtë me zete larte. Pas një gjave, ajo pjetin e se mund të kalonte nga punishtja e hekurit. Dua të shoh ku ndod magjia, me dergoj mesazh, dhe une nuk mund t'i thosh ajo. Punishtja ishte në një rrugë të ketene kender të kitetit, agjëri i rëndenga aroma e kopezave të metalit dhe timit të saldimit. Kur era hajri atë pasdite, zilja si perde restingalon të butesisht, ajo duke i gjashte vendit në menyren me të mire, kshaketa i sa që pluhurosur me shitelete, faket roze nga era e ftohte e detit. I fshiva duart me njele këde i tregova rreth hapesires. Grumbusht e fleteve metalike, pa gjisgjete saldimit ke gumezhinin në koshe, banka e punes e mbushur me vegla dhe plane. Ketu kaloj shumicen e kohes time. Tashe, duke treguar një tavoline vizatimi. Kam skikuari dhe perate kafene ke permenda, hekurid he kafqa. Koshe të rehatshme, biblioteka, ndoshta nje, ven per muzikante vendas. Si te e saj undriquan dersa ajo gjurmoj planet me geshtin e saj me kushdes. Kjo eshte e mrekulueshme, Arjan, ka shpirt, gjo si ato zingshiret korporatash sterile. Ajo kapi nga çanta e saj një liberte vjeter kopertina e tij e zbehte porftuese. Ja, riparimi i asaj kë eshte tjerë, është per bashkimin e vetes pasi gjithçka shperbehet, mendova se mund të pelkente. Me kushtonate ke ponderton ke tune me shume se një menyre. Une morali brin, gishtat tane u preken per një sekonde me shume se sa ishte e nevojshme. Faleminderit, do të leksoj. Kaluan një ore ati. Ajo ulur në një stol, ndërsa une formesoja një kope hekuri, duke folur per gjithçka dhe as gjenje kohesisht. Ajo ke shime shume ate dita, keshtë të vertita, te atila ke i rudnin syta, dhe une e gjetave të duke u hapur gjithashtu, me pak i ruajtur se zakonisht. Ne na thoshte se ki vend ishte shenterorja i saj, i thashe. Pasi baba ju largua, ajo e mbajti gjalle gjate koherave të e veshtira. Mendoj se po bente e njajten gje per mua tani. Ndersa kalonin gjavet, ato vizita u bene rutine dhe te pritshme. Mernim birra në sharda kun tim të pas me pas dite se sash te punes. Duke pare djelin të zhitet pas ndërtesave ose shetiznim per gjate bregut të gjirit se bashku. Krahu i saj here pas here lidhaj me timin kundar eres se ftohte. Era filoj të buzekeshte me lehta. Supete e saj me pak të tensionuara, sikur po hikte stresat e asaj gjetet e vjeter në të silen kishte kene e blokuar. Te une ndihesha me pak i vetëmuar në shtepine e kete. Ndaj me momentet e vogla ke ndiheshin te rendësishme. Ajo duke leksuar me zete larte nga ngjedure shkrim ndërsa une gatuaja darkate thjeshta. Ose une duke luashtur Edrian Hilane kitare, ajo duke gumezitur në mënyre të çrregullt por pa ungjere kek per kete, por besniku nuk ishte kure larg si per fakes se bisedave tona. Një mbremgje, ndërsa dilnim nga punishtja se bashku, e pasheate per bale rruges, mbështetur në makinën i taj të shtrenjte në parking, me telefon në dore. Ai nuk na u afrua direkt, por si te i taj në ndiknin, të ftote dhe të palekundur. Hapi i eres u luhat, dorae saj strengo i krahun tim. Ka filluar të telefonu gjë sejrish, peshperiti a gjon dersa hipem në kamionin tim. Numra të blokuar, por e di ki jeshte ai. Mesaje ke thone se i mungoj me sikuras gje nuk kanë ndodhur. Unë ndiza motorin duke pare në pas kiren e pas me ndersa ai u larguan gadale. Nuk duhet të perballosh ke te vetemme.
Ajo të ndikoken, por zeri I saj utje paksa. E diketa intelektualisht, por u rejke, a I eshte endene koken time vazhdimisht. Ne unisem ne heshtje drejt vendit tim, tensioni I rende mes nesh. Brenda, ajo u zit në divan, duke tërhekur gjungjet e saj mbrojtes. Une u ula pranë saj, pa e shtyre për bisede, tjeshtë ti si prani. Pas një kohë të konsiderueshme, ajo u mbeshtet në shpatulen tajme. Frima e saj e dridhur. Nuk dua të kem me friki argjan, por nuk disi të ndaloj, dhe nuk dua të terek në këtë remugje. Une e mbeshto la mekra, duke ngjere dridhjen e saj të lehte. Nuk po me terek askund, gjam ketu sepse dua të gjem. Ajo ngriti koken, si të e saj kërkonin të mite dhe ne e të moment, diçka ndryshoj telbesisht. Ajrin di hejme I trashe, I ngarkuar me gjerat e patena. Une I mbajta fytyrën butesisht, kishtim duke ferkuar faken e saj. Nuk duhet të përballosh atë apo as nga keto vetem me. Ajo mbili site, duke u mbeshte turne prekgjen tim, dhe ne kendruam ashtu derisa higjet u zgjaten ne perdome. Atë në te, ajo kendrui per darke. Gatuam makarona në kuzhine, zhurma e hudres dhe vëgjit të ullirit mbushni në gjrin, shubinte pa pushim bidritari. Ndërsa hanim ne tavolinen e vëgjeter prej zdruri, ajo u hap me shume se me pare. Besniku nuk ishte gjithmon e mizor, në fakt. Tha ajo, duke rotulluar pirunin e saj. Por ai me bente tendi hesha e padukshme vazhdimisht. Godigjet të vogla për punen time, mikta e mi. Gje shume emocionale, thoshte ai. Ose epse thjesht nuk e lej të shkogje. Divorci ishte mënyra ime për të dale, por ndihej si të hidheshin nga nje shkemb. Mendova se kisha prekur fundin, por pasta ishti ndodhe papritur. Uni zgjata doren mbi tavoline, duke I marre doren. Gjeme e forte se sa mendon. Mosha divorci as njera prej tyre nuk të përkakton ketu. Ti e thjesht era. Dhe kjo eshte I mjaftueshme per mua. Ajo me shtrengoj gishtat, si të I saj. Shkelkenin, per here të pare pas vitesh, ndihem sikur mund të marr frime normalisht. Pas darkes ne pastruam pjatat në heshtje të rehatshme, shubinte pa pushim gjashte. Ndërsa mbremgja po mbaronte, ajo nuk beri as një levizje per tajkur, në vend të kesaj, përfunduam në divan, koka e saj mbi shpatulen tim, krahuim rreth belit të saj, nuk në kësituan asgje, as putjet e zgjarta, as zveshjet e nëksituara, tjeshtu per kafuam, ngrohtesja e trupit të saj kundertimit, duke larguar të eftohtin. Ishte e teshte intime, sikur kishim kaluar një vigje të padukshme pa fjale. Shtrire atin e driten e zbehte të lambes, duke degjuar frime margjen e saj të regullt, kuptova se kjo nuk ishte vetem per të ndihmuar atë. Po bija në dashurime I ren, forka e saj, dobesia e saj, mënyra se si ajo e bente këte sine të ndihej plote kuptim plote. Per here të pare, shtepja nuk gjehonte me zbrazeti, ndihej si shtepi. Telefonata erdi vone atë mbremgji, pikerisht kur pombilja punishqen e hekurit. Telefoni me dridhej në kshep dhe kur pashe emrin e eris në ekran, diçka me shtrengoj stomakun. Zeri I saj ishte një peshperitje kuru përgjigja I dridhur dhe I ulet. Argjan ai ishte këtu, besniku në apartamentin tim, po I bjederes me forse duke thene se tjesht do të flase. Kam frike. Nuk hezitova as një sekonde. Mbil deren, po vaj me një here. U horha në kamionin tim, motori undez me zhurme ndersa une shpejtoja në përkytet. Rruget e Vlores ishin teketa në ndritat e rruges, por mendja me fluturonte. Imazhet të saj vetem, ajo plage në kiqin e dorres, mënyra se si ajo ishte dridhur me pare. Kur arritat e nderte saj e vogel studio, gishtat mu zbardhen në timon. Mund të dëgjoja godigjet nga parkingu, të mbillura por kembengulese dhe agresive. I mora shkallet di nga di, duke arritur të dera e saj pikerisht kur zeri I besniku të dëgjua. Era, hapderen, duhet të zgidim kete. Ai ishte I gjate me shpatullat e gjera, fytyra e tij e skukur nga zemerimi. Kur me pa, sita e tijun ngushtuan. Kush drekin gjeti, era hapideren atë here, duke shikuar gjashte, fytyra e saj e zbehte. Ajo me padhe e hapi me gjere, duke u larguar për te me lenët e higja. Une u pozicionova me styre, gjo agresiv,
tjesht aty, I forte I pelevizshem. Ajo nuk dëshiron të flase, teshe ketesisht. Zeri im I kete pavarësisht adrenalines kë me kalkulon të ne për trup. Besniku keshi, një tingull I imprete, I hidhur. O, kjo eshte e bukur. Era, ki kaluar të qfare nje gjale nga klasa punatore. Ai me shikoi nga kokat e kembet, duke buzekeshur nga çmoshem. Kur fillove të shkogje poshtë keshtu, dora e erës gjeti shpinan tim, duke e stabilizuar veten. Ajo berin gje hap per para, gjisme duke me mbroqtur tani, mjekra e sa gjëngritur. Shko në shtëpi besnik, kemi mbaruar prej muajsh. Aje shikoj ate, aroganca e ti gjutje per një sekonde në diçka me të shemtuar. Dimgjen ndoshta, ose thjesht e drejtë e mohuar. Mendon se kjo regullon gjithçka. Du te zvarriteshe prapa me ne fund. En por lufta dukej se u shterua prej ti ne në frontin tone të bashkuar. Me një veshtrim të fundit ke premtonte se kjo nuk kishte mbaruar, a ju këtje dhe marshoj poshtë koridorit, hapat e ti gjehonin deri sa dera e nderte se superplas, heshtja me pas ishte e rendej. Era mbylli dëren, mbeshtet pas saj, dhe pastaj erhen lotet, fillimisht ta heshtur, pastaj në gulsima ke I tronditen gite trupin. Jo nga Afrika, kuptova ndersa e shtrengo gjane krahe, por nga qlirimi. E bera, peshperiti a gjokunder gjoksit tim. I kendrova per balle per heret e pare pa I kur. Ti ishe e guksim shme, murmurita duke e mbajtura fer, dora I me duke I ledhatuar floket. Këndruam ashtu në hirgjen e saj, bota gjashtë duke uzbehur. Me në fund, ajo u tërhok, duke fshirësite. Nuk mund të këndroj këtu sonte, po sikur të kthehet, atëhere mos, ta shetjesht, e gja në shtepi me mua. Ajo tundi koken, kapi një sante dhe futi disa roba, fursen e dembeve, një liber nga komodina e saj. U këtjem në vendin tim në ketesi, dritët e makines duke prerer rrugat I erretat e vlores. Atena të shenoj një ndrajshim. Era nuk u këtjemen gjahere në garsonjeren e saj. Vetem per pak, tha ajo mengjesin qeter mbi kafe. Derisa ten dihem I sigurt, por pak u këtje ne dite pastaj ne jave. Ne hime ne nje rutinës I shoke dhomikje kishin anashkaluar fazen e veshtire dhe kishin kaluar direkt të rehatia. Mengjëseve zgjohesha nga aroma e saq duke përgatitur saq në kuzine, ose ajo me gjente gjashte duke punuar në një pëgjeset e reper, punishten. Gëtuam së bashku, gjerat e thjeshta si sanduise me gjatete pgjekur ose pgjata me perimetes kukura shpeshte, duke keshur per skagjete gjegura ose rezat e derdhura. Mbrem gjeve leksonim kraper krane divan, kembet e saq të futura në një batanigje ose une luagja Adrian Hila, në kitare e ndërsa ajo redakton të dore shkrime në laptopin e saq. Ajo me ndihmoj edhe me shtepine, duke zgjedhur per dhe per domen e ndengjes, duke sugjeruar menyra per te hapur hapesiren per hekuri dhe kafgja. Këgjo mur mund të hiket, thoshte ajo duke skikuar në një pesete. Të bajgjet e ndihet si një shenjë terror I vërtete. Një nate, pas një dite të gjate në punishte, ishim në domen rezerve kjo e kisha këtjer në një zire per planete kafenese. Mostrat e bojes ishin shperndare në dishem, dhe era pombante kopa mostre kunder murit, vetulat e saj të rudhura nga perkendrimi. Kjo jeshile e bute, vendosi ajo. Si gjiri në një dite të këte. Çfarë mendon? Duket mire, tashe duke u afruar. Duar tona u preken ndërsa une I mora mostren prej saj. Nëse kiven shënderohet në diçka reale, kafeneja dua të tem, a do të kendroje, të ndihmoje të drejtoje ndoshta. Ajo u këtje drejt meje, si te e saj te bute ne dritën e lambes. Nëse kjo do te gjem vetvetja pa u fshehur po, çdo vend mund të ndihej si shtipi me kete. Une e vendosa mostren, zemra me rritë fort. Butesisht, ingrita mjekrende e puta në bali, duke kendruar ati, duke t'i thur aromen e lehte të livandos nga shampogja e saj. Nuk ishte një putje pasionante, jo ende. Thjesht një premtim, I butete I sigurt, ajo u shkrinë të, krahet e saj u mbeshtolen rreth belit tim. Argjan, peshperiti ajo,
Ti me bentën dihem sikur mund të filloj nga e para. Nuk folem me atë natë. Në vend të kesaj, fikem drita të shkuam në dokumentajm, dokumenton e tani gjo zyrtarisht, pangut pa pritshmeri. Tjeshtu per kafuam në batanigje, koka e saj mbi gjoksin tim, gishtat e mi duke vizatuar ratet e nga dalte në shpinën e saj, që u filloj serish gjashte duke trokitur në drita resinje në nulle e bute. Per here te pare, shtepja nuk ndihej si një relike e humgjës. Ndihej e gjale, plot mundesi, era nuk po kendron të vetem per të fshehur. A gjo po zgjit të ndërton të diçka të re, dhe keshtu po begja edhe une, pranvera erdhi ne vlore si nja premtimi keta I përmbushur. Bora shkrihej ne lendinat e gjelbra dhe agjrim bushej me arumen e luleve këtselnin, hekuri dhe kafgja hapidjert e saj nëngja mengjestaj ftotetës e shtunes. Tabela ke kisha punuar vetë lekundej butesisht mambi hirgje. Nuk ishte as pak nje feste e madhe, pashirita apo turma, qesh disa vendas hinin, të tërhekur nga aroma e kafese se fresket dhe ambienti I rehatshëm ke kishim, ndërtuar se bashku. Kisha transformuar domate përparme të shtepise se vjeter. Biblioteka reshtuar muret, karigete ndryshme rreth nje oksaku. Dhe nje banak ku drita e djelit rritene per dritare. Era kishte insistuar per lulete e grane vazo, kelkinet do tavoline, ngirat e tir shkelkenin kunder të neve të drurit. A gjo kendron të pas banakuta të dite të pare, flokete sa geshtenje të lidura pas, duke mbajtur një per parese të tjeshte mbi pulovren e saj. Une e vestroja nga deran dersa a gjo derte late de bisedonte me klientet, buzekesja e saj e verte te, pa higje ne syte e saj. Provoni per zjergjen me lajti, toshti a gjo, zeri I saj I lehte. Është një specialitet I vlores. Njerëzit ishin kurioze perne, farketari I ride gruagja elegant ka dukeq se e dreshton të vendin, sikur kishte kene gjit mone ati. Pesh per I televiznin, kush eshte a gjo, ose ata bajnë një sift të bukur. Por as kush nuk ndërinte dini nuk shpjeguam, ishte mjaftueshme ke a gjo ishte ati. E gjallën e hape siren ke kishim krigjuar. Besniku nuk kishte treguar fytyren I tishke nga a gjo natine apartamentin e saj, ndoshta me ne funde kishte marre mesazhin, ose ndoshta pamgja gjone e bashkuari kishte trembur. Gjitsesi, telefonatat pushuan, higjet unë gritein, era u gjitserish në punen, e saj me energjiteri per terire, duke marre projekte me te medha redaktimi. Romane mbi shanset e dita, kushtime mbi rindertimin pas humgjes. Ndihem serish si une, me toshte a gjogjate mengjesit, laptopi I saj I hapur në tavoline, te shtepja ishte e perfunduar tani, banjo e rimodeluar, qardaku I perforkuar. S'kishte me rima agjri, as gjehon as brazetje. Ndihej plot e gjetuar me librat I saj në raftet dhe të keshurat I saj këmbushnin domat. Atem bremgje, pas I mbilem, u gulem në shkalet të përparme, dhe filkshane kafegje pa kafejnë avullonin në duart ton. Djeli u gjit poshte, duke pikturuar kjelin nengjira portokalli dhe roze, lagja e kete perveç gumezhime se larget të trafikut në rrugjen e gjirit. Era u mbeshtet pas kangjelave, gishtat e saj duke ngjekur buzen e filkshanit të saj. Argjan të agjo butesisht, ashkete sohesh ndonjëhere perne, une ke gjamme e vjeter, divorci, gjite agjo bare. Une vendosa filkshanin tim dhej kapëduren, duke ndërthurur gishtat tane. Jo, mosha eshte thjesht nje numer, era, dhe pjesët qeter, eshte pjesi e asaj këte ben kushgje, gruaja e forte, e bukur ke po ulet ketu me mua, e vetëmja gje ke me frikeson eshte mos të gjemne gjendjet e të mbaj. A gjo u këti e drajt megje, syteje sejgj shkelkenin në dritën e zbehte, kam ikur nga ak shume gjera, të kendrosh, kër konguksim gjithashtu, apo gjo. Une e tërhoka afer, koka e sajgj mbështetur në shpëtullen time, po e bëjmes do ditej. Ne kendruam atin dersa i gjithë shfakeshin, ngrohtesja e sajgj kunder me largun të teftutin, pa zotime pa unaza, teshtë zgjedhja e këte për të kendruar, për të shiruar se bashku. Besniku ishte tani një fantazme e zbehur. Era kishte gjetur zerin e sajgj, projektet e sajgj grumbulloheshin si premtimet e mbajtura. Dhe une, shtepja nuk ishte me ngjirelike, ishte shtepi me të brenda.
Nuk na duhej për gjithmonë e shkruar. Qëro mëngjes që zgjoheshim duke zgjedhur ngjeri që trin ishte i mjaftueshëm. Në fund, kjo ishte ajo që kishte rëndesi. Dhe njerëz duke bashkuar një jetë nga kopezat, duke shënderuar një shtëpi të vjetër në një shenjtëror, ku teri mund të merrnim me ne fandfrime. Shtëpia ime do të jetë në periferitë e Vlorës, në një shtëpi të vjetër qytetarke me la